një gru që ka frikë Allahun Azza wa Jall, që ka dert me rujt trupin e saj. Unë ka dert me rujt trupin e saj. Ka se din se ky trup është emanet. Komë të pyet Allahu për të. Burrin dhe gruan. Allah komë të pyet për trupa, komë të pyet. Komë të pyet. Në njëri për shembull me bu vetë zullum. Për shembull me çorrusin apo. Atë vetë Allah për të? Po të vetë Allah. Qysh nuk të vetë? Sunitush jam ju kon. Kush u kon joti? Kush ta ka falat sy apo? Ai trupi është emanet. Komë të pyet Allahu për të. Gruaja është obliguar me mbulu trupin. Shiko këto gra, po deri unë nona tonë janë konë që shtot. Gjykshet tona, po të ma herët, apo. Sistemi i ka ndjek, ku ka mujt, me u hjek, jo mbulesën, po që ftyrën, jenë më shef në për shpia, ka pas nga në që s'jë ndalë kur mo, heq nga shtëpia, veç mës me zbulu ftyrën, apo. Nga nonat e shpijave tona, kanë bajt shamia, me këtë problemet e telashet e që kanë pas, si kanë hjek, apo. Përsojt, ja shiko ku ka situatat. Mund zbulim me të vërtet të mërshëm, i frikshëm, një zbulim pa asë një kuptim, apo, edhe pa asë një sprov me ka që ka në i gazep, a një problem, sot njëre din, të hajde pa e mirë kuptan, kur gjë s'ka, vetë qef për dukje, qef për ekspozim, qef për me rëbi vëmendje, apo, pse ndudh kjo? Për shkak se të nërvozër janë përzi shembujt, në thash fillim, nëse kjo gru kështë me qenë shambuja shumë motrave, bijave tona, e cila ka thonë ja Rasulullah, e duroj epilepsin, po se duroj mu qflu, a punë e madhe kjo. Duroj epilepsin, në regull, për gjenet bëj sabër, ama nuk muj me duru mu qflu, që soj që kam i bo, e ka në kësa i bujna qare, e ka lutë Allah që këtë rëzot mos mu qflu, e ka rujtë Allahu Azuqet. E që do më rujtë, e runë Allahu Azuqet, në rëzot. Wallahi, ajni që do më rujt, erun Allahu te barek u ta'ala. Erun Allahu te barek u ta'ala.